Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se takojmë këtu në televizionin të 7 emisionin Euron 7. Javën që shkoi kemi pasur një intervistë ku kemi folur për një problem të ri të komunave të Kosovës, për shumë problemeve të cilat ata i kanë. 3100 mësimdhënës kanë mbetur jashtë listës së pagave të qeverisë dhe kjo një shtesë tjetër për komunat ku shumë prej tyre kanë dalë që kanë tepër mësimdhënës. Ndërkohë komunat vazhdojnë ballafaqohen me probleme të mëdha financiare dhe janë para një kollapsi financiar funksional. Do të thonë se komunat nuk mshelen, është shumë normale, po mund të mbesin zyret vendit që i kemi thonë përpara me lëshu kanë një letër, kanë një certifikat lindjes ose diçka të tillë, përndryshe pare për investime kapitale gjithnjë e më pak. Ndërkohë qytetarët derën e parë të ankesave dhe të kërkesave kanë komunat, kryetarin e komunave dhe fare pak ju intereson se çfarë realisht po ndodh në raportet e tyre me qeverinë dhe kanë shumë të drejtë qytetarët e Kosovës që në fakt të mos ju interesoj fare problemet institucionale që kanë qeveria me komunat, ndërkohë si duket durimi i komunave i ka ardhur fundi. Kanë thënë që me 1 shtator do të kenë një protest para qeverisë. Dhe është kjo e pazakontë normalisht, sepse nuk ka ndodhur më herët që komunat protestojnë para qeverisë për shkak të jo pse qeveria është një parti tjetër, por për shkak të se kërkesat e tyre edhe përkundër vendimeve të gjykatës kushtetuese në raste të caktuara, komunat vazhdojnë të barrën financiare ta kenë mbi vete. Edhe këtu ka një ndarje, kryetarët e komunave të cilët janë nga lëvizjeve të vendosje, nuk marrin pjesë në takimet e Asociacionit të Komunave të Kosovës, ka pasur edhe reagim për kryetarit Mitrovicis ku thotë jo në emrin tim. Për këto dhe shumë çështje të tjera që do të lidhen me komunat, normalisht është një zë, pothuajse një zë i vetëm që ka mbet te reagimi, është Sezan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës. Mirëmbrëma minister Sezan. Faleminderit, mendoj është privilegj të jam së bashku me juve, të diskutojmë në detaje problemet. Letra pas ke boll para vetës sot? Po si zakonisht neve si asociacion në çdo debat i kemi argumentet, i kemi analizat tona dhe për këtë arsye nuk dalëm në deklarata pa argumente, pa analiza të cilat i bojnë mekanizmat tonë të brendshëm të asociacionit. Megjithatë diçka që mu personalisht më thon kështu po më pengon është që kryetarët e komunave edhe pse ata janë të zgjedhur me votë të popullit direkt, borra për më mbrojt po të bjen veç ty. Tani nashta edhe pozicioni juaj është i tillë, megjithatë edhe këta pak diçush po lëngojnë, po çepojnë, çu thot populli, ndoshta në të takimet e juaja të mbrëmshme ku na sjem ka argumente dhe kundër argumente, megjithatë edhe kjo një far hesh ose më prit, hajt nashta daja ma bjen një bombonier, kështu shka thonë përpara, edhe këta po presin që hajt se nashta qeveria na nuk e kritikojmë edhe na lëshon ai projekt, po në bazë të listave që kemi pa na, projektet po shkojnë diku tjetër. Po, shikoni në takimet tona të brendshme që i kemi, domethënë secili vendim mirët në bordin e asociacionit, po te çështja e organizimit protestës, neve kemi pas 2 takime të këshillit kryetarëve dhe disa takime të bordit të asociacionit. Tash asociacioni është si shtëpia e komunave dhe normal që kolegjumet tona profesionale dhe kryetarët e komunave mendojnë që Asociacioni i Komunave të Kosovës duhet të paraqesë brengat sfidat e komunave në raport me institucionet qendrore, po edhe normal që neve si asociacion i përfaqësojmë autoritetet lokale të Republikës Kosovës edhe në mekanizma ndërkombëtar, ku neve si asociacion njihemi si shembull i mirë për asociacionet tona në Evropën juglindore, por edhe më gjerë. Domethënë shumë herë kanë marrë eksperjenca nga ne. Kam qenë edhe në Bruxelles, kemi qenë edhe me kryetarin Aliu edhe në Bruxelles, ku i kemi shkëmby përvoja tona sa përket mekanizmit të asociacionit, strukturës tonë organizative,
Po gjithmonë kryetarët mendojnë që përmes asociacionit duhet të kanalizohen kërkesat e tyre në mënyrë që të zgjidhen zgjidhje. Normalisht, sepse ajo është dera e tyre. Dhe unë jam aty drejtor ekzekutiv dhe gjithmonë është tentuar që përmes asociacionit, unë gjithmonë e kam edhe dritën e gjelbërt nga bordi, domethënë se përpara se me marrë një vendim bordi, unë nuk dal me deklarata, sepse ashtu është struktura jonë, dhe për çdo aktivitet që bëjmë, pa miratimin e bordit, asociacioni nuk reagon. Dhe po unë dakordona me juve që thatë në fillim që shumë probleme janë grumbulluar, dhe tani duke marrë parasysh që disa vite kryetarët e komunave, komunat, asociacioni është munduar të dialogoj me nivelin qendror, mirë po nuk ka pas asnjë rezultat. Janë zhvilluar disa takime me kryeministrin Kurti, me ministrat e tij, siç është ministri Murati, se problemet pothuajse kryesore janë financiare, mirë po në asnjë rast nuk ka pas ndonjë zgjidhje të problemit. Domethënë kryetarët e komunave i kanë shtruar problemet, i kanë diskutuar, i kanë argumentuar, mirë po në asnjë moment nuk ka gjetë përkrahje nga niveli qendror në zgjidhjen e problemeve të cilat ata i kanë paraqiten. Flasim për protestën, fillimisht, më thonë keni paraponi një protest me datën 1 shtator. Zakonisht me 1 shtator kanë protestu zbashku këtë njëherë për shkak të kushteve që kanë kërkuar gjithmonë më të mira për mësimdhënësit. Megjithatë, kjo është e pazakontë. Për mu, kryetarët e komunave me protestu para qeverisë është shumë e pazakontë. Unë nuk di nashta edhe nuk jam informuar sa duhet, po unë nuk kam pa në një vend ku kryetarët e komunave shkojnë protestojnë para qeverisë. Për shkak keni më shku me 1 shtator me protestu. Është e vërtet mendo. Neve pothuajse kemi shterur të gjitha mundësitë për dialogim me nivelin qendror. Dhe protesta e thirrur me 1 shtator ka qenë si grumbullim i problemeve të komunave, e cilët u hiqen nga kryetarët, dhe ata kanë teksuar që disa vite po mundohemi të dialogojmë, mirë po nuk ka zgjidhje. Është e pazakontë. Në Kosovën e pas luftës nuk ka ndodhur asnjëherë që të kemi një kushtimisht një mlef të grumbulluar të komunave dhe mos zgjidhjen e atyre problemeve. Në qeveritë e kaluara, kur kemi pas probleme, kemi dialoguar, jemi ulë, kemi gjetë një zgjidhje. Kemi pas shumë probleme në Kosovën e pas luftës, mendo. Nuk ka qenë vetëm problemi i ujit pishëm, rrymës, kanalizimit, mbetorinave, mirë po gjithmonë kemi pas një dialog. Që nga unë e maj mend, sepse jam në këtë pozitë që nga viti 2003, kemi dialoguar me ish kryeministrin Bajram Rexhepi. Në atë kohë, pastaj me zotrin Ramush Haradinaj, kur kanë qenë standardet për Kosovën. Standardet për statusit. Çfarë roli kanë luajtur komunat dhe asociacioni në ato standarde. Pastaj kur ka ardhur kryeministri Thaçi, shpallja e deklaratës pavarësisë. Neve si asociacioni kemi grumbulluar kryetarët e komunave dhe kemi pas tagim të përbashkët me zotrin Atisari. Do të thonë gjithmonë është vlerësuar roli i asociacionit komunave. Ligjet të cilat janë bërë pas shpalljes pavarësisë, ligji mërve qeverisë lokale, ligji për financa lokale, ligje tjera bazike, gjithmonë komunat kanë qenë të kyçura. Pastaj me kryeministrin Mustafa, ai ka qenë edhe nënkryetari i asociacionit, kemi pas një bashkëpunim të mrekullueshëm. Do të thonë, pastaj me kryeministrin Ramush Haradinaj, gjithashtu, do të thonë çështja e pronave komunale, e tjera, mirë po me këtë qeveri është problem dialogimi, bashkëpunimi korrekt, dhe këto jo që po e them unë, po e thot shumica absolute e kryetarëve të komunave, dhe problemet janë grumbulluar që disa vite. Do të thonë, çështja e parë është kontrata kolektive, mendo. Do të thonë që as nuk kanë dashur me dëgju këtë problem. Vetmja përgjigje që ka qenë nga niveli qendror, ka qenë që kjo është e nënshkruar nga ish-qeverit dhe këto janë jo ligjore. Mirë po, konstatimi i ministrit Murati në një takim me kryetarët e komunave ka qenë pothuajse i padrejt, sepse në pyetjen cilën ja ka shtruar një kryetar i komunës se si është e mundur që ministri thotë që është e jashtëligjshme, kurse gjykata tona kanë vendosur që janë të ligjshme. Dhe problemi është duke vazhduar. Neve kemi shënimet, do të thonë vetëm këtë vit ju kanë marrë mbi 90 milion euro komunave nga vendimet gjyqësore. Vetëm këtë vit. Vetëm këtë vit. Do të thonë mbi 90 milion euro ju kanë marrë nga vendimet gjyqësore, ku aty ka të bëjë edhe me kontratën kolektive. Kontrata kolektive ka ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë
dhe në mënyrë indirekte. Duhet me theksu pse në mënyrë të... Ama 90 milion euro, shumë për Sazani, 90 milion euro. 90 milion nga vendime gjyqësore. Nga vendime gjyqësore. A janë krejt për kontratës kolektive? Ka për kontratës kolektive, për çato po them, në mënyrë direkte dhe indirekte. Indirekte është për shembull, nëse ty si komunë ti ka marrë mjetet financiare për kontratë kolektive, dhe nëse një komunë e ka nënshkruar një kontratë me një operator ekonomik, dhe ka shkuja ka marrë mjetet financiare natë vi bugjetore. Pastaj operatori ekonomik është ankuar në gjykat dhe ka fituar rastin dhe gjithashtu përveç që i ka fitu paret e veta, pastaj po është problemi edhe i përmbaruzve dhe i avokatve. Tash na i kemi shënimet, më thonën që për këto për 2022-ës, deri tani komunave ju kanë marrë mbi 380 milion euro nga vendimet gjyqësore, ku shumica janë për kontrata kolektive. Sot 300 milion të? 380 milion euro, prej vitit 2022. Këto janë gjitha komunat, pa marrë parasysh partinë politike. Ta shtrohet pyetja. Mbi 100 milion euro, nga këto 380 milion euro, kanë shku në xhepat e përmbaruesve, avokatëve, procedurave gjyqësore. 100 e sa? Mbi 100 milion euro. Dhe mendoj çka më thon kësaj përveç më thon gjakderdhje e pastër financiare. Këtu diçka është e organizuar mendoj. Dhe më thonën, këto mjete financiare kanë mujtë me shku për investime kapitale, për subvencione, madra dhe shërbime. Por kanë shku në xhepat e përmbaruesve, avokatëve dhe procedurave gjyqësore. Me sqaru, që kjo 380 milion euro për 4 vjetë së ka qenë. A hynë qëto 100 milion euro që i kanë marrë përmbarues? Po, për këtyre mjeteve i kanë marrë, dhe më thonën, kanë shku në procedura përmbarimore, gjyqësore edhe të avokatëve. Mirë po është problemi, mendo, një shtetë serios duhet mendoj për këto. Dhe më thonën, ti të shkojnë këto mjete financiare, unë s'po them që avokat përmbarues apo procedurat ligjore janë të jashtëligjshme, sepse janë obligimet ligjore që burojnë edhe për ata. Gjithat për shumëre të Sazani më shumë se 100 milion euro. Po kjo është, është e qartë se ka pas procedurat ligjore edhe vendim final për me i tërhek mjetet. Deri këtu jemi krejt në rregull. Megjithatë, mos më angazhu kurkush për këtu 5 vjet, 6 vjet, që kjo punë munal, sepse kjo qeveri, kjo kryeministër dhe këta ministra kanë ardhur të fol për gjakderdhje financiare në komuna, në qeveri, në ndërmarrje publike dhe krejt. Dhe tash paramenojeni mi kanë fitu 100 milion euro përmbarues në kohën para 2021-s. Po lufti shbo këtu. Edhe këtu nuk ka as edhe një reagim të vetëm. Nuk absolutisht nuk po e kuptoj këtë logjik, pse duhet me prit, pse nuk duhet me reagu. Po këto ja kemi thonë që disa vite mendo. Ja kemi thonë edhe qeverisë, edhe parlamentit, edhe komisioneve parlamentare. Reagim nuk ka pas. Ku e mbaj mendje mi konë takim si bordi asociacionit me ish krye parlamentarin Glaukov Njuca. Edhe ai u habit. Dhe ka thonë që duhet me zgjidh këtë problem. Mirë po problemi nuk është zgjidh. Domethënë kjo është për kontratë kolektive. Po a di sa projektet komunave ju kanë shku huq? 380 milion euro. Domethënë këta janë gjithë shkamre? Po. Për 4 vjet, ha? Për 4 vjet, qytetarët me plot të drejtë, më me thonë, një kryetari i komunës, ti s'ke punu kur gjë. Po, ashtu i bjen. Nuk i intereson qytetarëve çka ka ndodhur mes qeverisë edhe këtu, thashë edhe në hyrje. Po, kjo është edhe qëllimi i protestës që mi informu qytetarët, mi vedisu që kryetarët e komunave për kundër zotimeve që i kanë dhënë, për kundër mjeteve buxhetore të cilat i kanë buxhetuar për zbatimin e shumë projekteve që do të përmirësonin jetën e tyre, janë marrë. Dhe mendoj nuk ka reagim institucional për 100 milion euro që kanë shku në procedurat përmbarimore gjyqësore dhe të avokatëve. Po një shtet serios do të shikonte këtë çështje me seriozitetin më të madh, se këto janë pare të taksa paguesve. Po, sakt. Këto shkojnë në buxhetin e Republikës Kosovës nëpër komuna i mirët përmes proceseve edhe normal se thesari i ekzekuton ato. Po, s'ka ekzekutu. Po, se ka me vendim, domethënë ne ka legjislacione në fuqi, brenda 24 orëve ti duhesh me zbatu një vendim përmbarimor. Domethënë këtu nuk po flasim për ekzekutimin e mjeteve, po flasim për fenomenin. E kemi informuar që nga viti 2022 se është ndodhur diçka e tillë. Domethënë që rreth 27 deri në 30% po shkojnë për shkak të këtyre procedurave, reagim nuk ka. Kjo është problemi i parë mendoj. Problemi i dytë është mos zbatimi
nëse kjo kontratë kolektive është nënshkruar nga ish qeverit, po kemi pas edhe procese pozitive nga ish qeverit, apo? Po, dhe për normal. Këtu na kemi kërku zgjidhje. Kemi edhe problemin tjetër. Kjo është qeveria është aty për mi zgjidh problemet. Lutem. Nuk është aty për me kallëzu kush e ka bë. Edhe ka vepër penale, është kryer, është konsumuar vepër penale, shkon gjykat. Na pi tregoj me shifra, me argumente. Problemi tjetër, nëse thuhet se ish qeverit e kaluara ka nënshkruar kontratën kolektive. Mund kujtohet kur është nënshkruar kontrata kolektive për herë të parë, edhe në arsim dhe në shëndetësi kemi pas reagim. Ka shku landa në gjykatë kushtetuese. Po flas për ish qeverit, apo? Po, me qartë. Po gjykata kushtetuese ka konstatuar që nuk e kanë në mandatin e tyre të miren me këtë, dhe neve si asociacion i kemi mobilizuar komunat që t'i dërgojmë landë në gjykatë. Dhe i kemi dërguar në vitin 2022 dhe po shpresojmë që ndoshta ka ardhur momenti i fundit që edhe gjykatat të fillojnë të miren me ato landë cilat miren edhe me landë të komunave. Po. Jo veç ato privat që janë. Lutem. Pika dytë e tash është kjo problemi tjetër është mosbatimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Shikoni është marrë në vitin 2024, domethënë na po flasim për këtë qeveri. Nëse kjo qeveri ankohet për veprimet e ish qeverive, e ka edhe këtë aktgjykim, apo? Këto nuk e ka zbatuar. Domethënë ky aktgjykim nuk është i zbatuar nga niveli qendror. Këto ka të bëjë me normën e përvojës të punës. Në legjislacionin në fuqi, e cila është miratuar në këtë qeveri, ka thonë që norma e përvojës punës deri në 15 vite do të paguhet 0.25%, mbi 15 vite 0.5%. Gjykata kushtetuese ka thonë që jeni të obliguar që t'ja paguani 0.5% normën e përvojës punës. Dhe për shkak të mos zbatimit të këtij aktgjykimi, tash unë po them në vitin 2024. Po, qartë, po. Komunave do t'i miren rreth 60 milion euro. Përveç kontratave kolektive jam të fola, po. Po. Domethënë plus 60 milion euro. Dhe neve, pas protestës, normal si asociacion në mbrojtjen e komunave, kemi diskutuar edhe në bord, dhe edhe në mekanizma tonë profesional, normal që do ta dërgojmë në gjykatë. Po çfarë me dërgu këto gjykatë ose merret pyetje me një? Po jo, e dërgojmë në gjykatë se këtë aktgjykim është dashur, këto mjete financiare është dashur t'i paguajë niveli qendror. Tash këto mjete financiare, sepse kemi rreth 50% të shërbimeve publik janë në nivelin lokal, apo? Po. Ata parët i marrin për nivelin lokal. Po fajin e ka niveli qendror këtu, apo? Se nuk e ka zbatuar, i ka thonë e ki 6 muaj ditë kohë për amandamentimin e ligjit. Nuk e ka bë. 6 muaj për 2024, thes që i vjen 23 janar 2022. Po janar, domethënë ka pas 6 muaj. Ka 30 muaj ka prish atëherë. Po tash domethënë shkon në mënyrë retroaktive tash. Në momentin që ka filluar mos zbatu ligji për paga, domethënë ka qenë borxhi është prej marsit 2023, komplet viti 2024 dhe komplet viti 2025. Shto tash, përveç mjeteve që kanë më marrë komunave, shto edhe këtë 27 deri në 30% për përmbarues. Sinqerisht, ku mund me mos me thonë që komunat janë para kollapsit. 75 milion euro. Kush është tash fajtor për këto? Për mos zbatim të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Me thonë kështu, a keni prit ju që këta i zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese? Po, kemi prit. Po se s'kanë zbatuar asnjë. Po tash neve mendosh as po për me hinë. zgjedh presidentin, as për me zgjedh kryetarin e parlamentit, as për me thirr kryesancën e kuvendit. Ka ministra që kanë shkel gjykatën kushtetuese, me thonë asnjë nuk është kanjer për me është e çuditshme edhe me prit për dikujt që ka bë shkelet më të mëdha ndonjëherë. Çto vjet që ai kemi na prej kur kemi kushtetutën tonë, janë bën çto 6 vjet e fundit. Me thonë ky zotnia që është sot kryeminist ka thënë kush e shkel ligjin është kriminal, kush e shkel kushtetuën është super kriminal. Me thonë çto kush është super kriminali çto. Po tash nuk flas ai që ka thënë vet, nuk e kam thënë as ti. Po, shumë e vërtet. Kryetari i Lëvizjes, kryeministri i detyrë, i cili ka prej 570 ditëve, një 80 ditë i ka të fundit i ka në tamam kryeministra, pjesën tjetër i ka në detyrë. Tash neve na intereson si komuna zbatimi i këtij aktgjykimi, po jo në kurriz të komunave. Neve na duhet që ky aktgjykim mjetet financiare të miren nga niveli qendror dhe të jipen shërbimeve publik e jo nivelit të lokal të marrë. Po pse edhe këta cilët i çojnë këto komunat në gjykat, a duhet më thirrën çet vendim? Po patjetër, neve vetë se pa ditin qeverinë, po pa ditin komunën. Po shikoni, tash na jemi në procedurë të organizimit protestës. Unë veç po numroj shkaktarët që kanë pru deri në këtë grumbull të sfidave, ku kryetarët nuk po gjejnë
zgjidhje, jemi munduar të dialogojmë. Kjo është një fakt i gjallë që nuk mundet me thonë ish qeverit e kanë bo këto, po e kanë bo qeveria. Tash po akuzojmë na se të mirat e ish qeverive duhet mi marrë, dhe të mirat e kësaj qeverie na duhet mi marrën. Ka aspekti, problemi tjetër është, mendu, mbi 3100 mësimdhënës. Këtë vit, do më thonë, nëse komunat, ku mi marë paret komunat? Po të janë që shkojnë? Po, do më thonë, vlera e dëmit shkaktuar ndaj komunave është rreth 24 milion euro. Do më thonë, 92 milion euro këton, 60 milion euro për mëzbatim të gjykimit, ti ndalë këtë vit po flasë. 24 milion euro. 24 milion euro, minus. Po, do më thonë minus, edhe tash komunat obligohen në mënyrë që ti majnë këta mësimdhënësit në punë, sepse ata kanë kontrata me komunat, se komuna është punëdhënës. Dhe kanë shumica atyre kanë kontratat afatgjate. Dhe nëse e ndërprejnë kontratën me një mësimdhënës, po dhe të përjetshme, atëherë ata normal që i shfrytëzojnë rrugë ligjore, i marrin mjetet financiare, plus kjo 27 deri në 30% për procedurat përmbarimore të avokatëve dhe ligjore. Qëto një problem tjetër. 3101 mësimdhënës më shumë. Është dalë në bazë. Kjo një vendim i vitit 2013 i qeverisë. Kush ka qenë 2013? Jo, mbo kriteret për grantin specifik të arsimit. Po vendimi është i 2013-ës. Është në ligjin për financa lokale. Është granti përgjithshëm, granti për shëndetësi, granti për arsim. Dhe kriteri të granti për arsim është numri i nxënësave. Kur marrë vendimi, ligji kur u bërë 2013-ën. Po që mas pavarësisë. Po, pse tash kur po të konvenon një vendim, ish qeverive, pe zbatëm. Po, shikoni problemi. Se ka zbatu që 6 vjetë këtë një qitë ka njërës mi punës, po sëtë për të një qitë ka njërës mi punës. Pa kemi pas rastin me ish kryetarin Qëndron Kastrati dhe me ministrin Nagavci. Kur Qëndron Kastrati dëshiron të ti bënte reformat në komunën e Kamenicës, ka pas pengesa nga nivelli qëndror, se nivelli qëndror të nëte, ajo është kompetencë jona. Po, do më thonë dënte me marë kompetencën e nivellit lokal. Qka po ndodh tash? Tash po thëtë, nuk është e jona, po merë në ju si komuna këtë barë. Apo? Po janë kundërshtim me vetën. Edhe pëse gjykata kushtetuesi ka drejt atër qëndronit. Qëndronit, normal. Po, të çështja e nuk mirën vendimet në mënyrë arbitrare, mendo, në situatën ku jemi të jetu ne, ti me marë vendim për rreth 3100 punëtor arsimor me ndërprej kontratën, unë nuk po muj me marë me mend qysh mundet më bo një veprim i tillë, pa konsulta me hisedar kryesor. Po në dhënës janë komunat. A ose është mirë me dialogu, mi mbledh kryetarët e komunave me diskutu. Shikoni, kemi qëtë problem. Qysh me ja bo zgjidhjen? Neve, në kur ka qenë... Nuk i kanë njëftu, nuk i kanë bisedu... Kjo është në mënyrë arbitrare, kemi pas antartë në komisionin e granteve, pas t'i vetë letrat në komisionin granteve, sepse e kanë shumicën, nivelli qëndror, tuke e përshirë edhe ma pëllën e cila gjithmonë shkon ka nivelli qëndror, i përkra politikat e nivelli qëndror. Së është hera par kjo. Sot dëmet ja ka bo komunave ka aspekti financiari ka u 10 deri në 14 milion euro. Kush, Ilberti? Po, direkt është Ministria e Administrimit për shtetit lokal. Në më thonë kjo, edhe nuk ka përgjithësi. E merë ndronë ligjen e budgetit. Peshonë po shëtitet me kjerë, me truproja. Po, ato nuk i di, ato nuk po hinë qashtë personale, unë po hinë në qashtë profesionale. Nuk është asni minister, asni kryetar më shëtit me paret mijat edhe tuat. Nësa i ka do domët komunave 14-15 milion euro, dhe deri në 14 milion euro, se nuk i ka harmonizu politikat e Ministrisë për Shtetit Lokal me Komisionin Evropian, ato mjete financiare është dash mi shku komunave. As që i ka lajmëru komunave. As që i ka lajmëru. Kur kemi marrë vesh, e kemi dërgu si bord një letër skjaru se kemi kërku skjarim. Në vend se të na kthej përgjigjen, më ka akuzu mu personalisht në Facebookun zyrtar qeverisë të MAPL-s. Në më do në thu se unë e pi marrë ato mjete financiare. Pastaj, ka shku, mendo, se ta shukëthym të kjo temë. Po skiqare, nuk mund është një minister, ose një kryetar komunës, mi bot dëm bugjetit shtetit, bu dëm qytetarëve direkt ose indirekt, edhe në fund me thonë... S'ka përgjithësi. S'ka përgjithësi. Por çka është ajo ty? Cilë të shoftë ajo? Dhe deri në 14 miliarda pi Komisionit Evropian. Shiko çka ka bo. Në bugjetin e Kosovës për vitin 2026, kjo është tabela që e kom nxjerrë nga ligji i bugjetit për 2026.
Këtu është kodi buxhetor i ndarë për programin për grantin e performancës komunale. Këtë ligj e ka miratu Parlamenti i Republikës Kosovës. A mund është të njëni për kamerë mëna më të lutë, vesh me fokus të qëta. Që të lutë, vesh një sekundë. Që e citi, po, që këtu është, dali është. Qërë është ka shkru me ndo? Programi për grantin e performancës komunale. Qërë ku i ki vitet, a? Apo, 4 milion, 2027, 4 milion, 4 milion. Shka ka ndodhë? 5 komunat e kanë qenë përfituese të skemës grantit performancës. Komuna e Ravecit, komuna e Dragashit, Klinës, Mamushës, Parteshit. Do të thonë po shkien cilat komuna kanë përfituar, po? Ka shku i ka marrë 2 milion euro prej këtujt, pa vendim të parlamentit. Se ligjën për buxhet Kosovës e miraton parlamenti, nuk e miraton qeveria. Ajo e propozon dhe parlamenti e voton. Dhe nuk ka përgjegjësi institucionale, mendo. Ku i ka çuar ato 2 milion që i ka çuar në disa komuna tjera. Cilat janë komuna? Këto, shiko, na i gëzomi faktit që shkojnë për komuna, një po është pa drejtësi e marrë. Po në disa komuna që ai ka mendu, do thonë pa kritere, shumica atyre. Edhe një opre nga Vjena i vetë. Do thonë, problemi nuk është këtu çështja e pareve, është çështja e procedurës. Qysh mund është ti, pa vendim Parlamentit të Republikës Kosovës, mi shkurtu për 2 milion euro këtu. S'ka përgjithësi, mendo. E kemi ngrit këtë shqetësim, se kryetarët e komunave përfituese... Kjo është e Koran Muratit, apo? Jo, kjo është e MAPL-s. Ama buxheti miratohet në parlament. Nuk miratohet nga qeveria, propozohet, por nuk miratohet në atë kuptimin që ti me mujt kodi buxhetor nuk mundet më ndryshu, mendo? Jo, pa shku në rishikim. Pa shku në rishikim të buxhetit. Do të thonë bëhen këto veprime. Jo, datat kur mundet më shku në rishikim, që ti pas ka datën 1802. Qetinal. Kjo është kur është miratu buxheti i Republikës Kosovës. Do thonë që ato procedura kur u themelu ma zgjedhjeve të dhjetorit parlamenti dhe kjo është këtu. Do thonë s'ka përgjegjësi, mendo. Kërkohet sqarim të akuzon. Do thonë këto janë ato probleme të cilat komunat janë grumbulluar, nuk po gjejnë mënyrë se si mi adresu problemet se s'po ka zgjidhje të problemeve. Dhe kjo pishtin kryetarët e komunave me ardhen të protesta. Jo, nëse jo merë, nëse jo merë qëtu 2 milion euro komunave për grant performancës, që u ka një farë gare brendshme të komunave për me arrit me marë qëtë grantin, marë nuk ka për çka me bo gare për performancë mirë. Sepse po vendos zotëri Elberti kujt mi aja për parët e qeverisë. Kjo skem ka qenë perfekte, mendo. Po problemet që i ka shkaktu Ministri Elbert Krasniqi me donator, ndoshta edhe donator do të tërhiqen. Po, ka pas rast, për shembull, dikon nuk po ndoshta edhe donator do të tërhiqen. Mirë po, pa përgjegjësi totale. Problemi tjetër është ndërprerja e centralizimit të kompetencave. Do të thonë që sojmë të thonë, komunat e kanë ligjin mbi qeverisë lokale, mos centralizoni kompetenca, i morën inspektorët e tregut. Procesin e rekrutimit të stafit, paramendojnë niveli qendror me caktuar se kush duhet punojnë për komuna. Tendenca e marrjes... Qore pa përmend, një rast nuk përdu me përmend cilën komunë, një për pyetjeve, kishin sa kam i ka bleta. Po kështu kam... Qa interesën sa kam i ka bleta me him punë në komunë? Po. Qa është më në këtë qasë që kështu, obdin? Jo, këto, edhe unë e di këtë rast, do me thonë që... Sa kam i ka bleta? Një ndër pyetjet në test ka qenë edhe sa kam i ka bleta, apo do pyetjet që kanë qenë në kështu, diçka pa sens nëse ti për shembull aplikon për çështjet prokurimit, apo për urbanizëm, apo për inxhinier, apo diçka, unë nëse di çfarë lidhje ka bleta me inxhinier, apo me urbanizëm, apo me... Ç'është e pyetja sa kam i ka bleta? Tash do të thonë, po për këtë arsye Gjëzat fëmijëve të shkollës fillore janë ato. Për këtë arsye neve si asociacion po kërkojmë që ky centralizim. Ama degradim, kjo është degradim institucioneve, se nuk ka bëj. S'ka me bo mendo. Çka kemi bë? E ka bë ligjin atje, nuk ka pyetën, si a dini bre çik ka dosh. Sot najta me një pikëtarëve të komunave, tha nuk di çka ka me bë më unë. Po. Nuk kam çka me bë. Edhe pronat e komunave. Edhe pronat, mi përmani, edhe pronat, edhe inspektorati me tregut e ka marrë. Edhe katastrin tash. Po, edhe katastrin. Katastri ka lënë në këtë agjencinë katastrale të Kosovës.
Pa ndryshu ligjin do me marrën. Ligjin për financa lokale. Pa ndryshu ligjin do me marrën kompetencat në agjensinë kadastrale. Kemi reagu. Dhe kemi thonë nuk mundësh pa ndryshu ligjin për financa lokale me centralizu një kompetencë tillë, mirë po na e vrejta me gjykimin e gjykatës kushtetuese nuk e ka respektu. Në mënyrë antiligjore ministri Murati më jamon bin 100 milion euro komunave nga tyrat vetanake. Po kjo s'ka ndodhur, mendoj me shkel ligjin, domethënë derisa në parlament i thanë, jo o ministër se e ki me listë përcaktuar që mundën mi bart. Problemi tjetër është ndarja e mjeteve buxhetore për qytetar. Gjithmonë u bë pa një vendim të parlamentit. Kjo është e ministrive. E kam pas gjykimin e gjykatës supreme që një ministër në detyrë ose një kryeminist në detyrë çka ka drejtë dhe çka nuk ka drejtë mi marr. Gjitha vendimet e tyre janë antiligjore në bazë këtij vendimi të gjykatës supreme. Dhe prapë vazhdojnë. Po. Problemi tjetër është granti 4 për investime kapitale. Që u përmend gjithë së bokur. Ndër vite ka qenë edhe zotim, domethënë në lëvizjes vetëvendose, që do e bëj grantin e 4 për investime kapitale. Shumica absolute e kryetarëve mendojnë që ndarjet buxhetore nga Ministritë e Linjës bëhen në baza politike me argumente dhe etnike. Se kemi edhe ministri që mirret me çështjen e etnive të ndryshme në Republikën e Kosovës. Ministria për këthim? Po. Kemi diskrepancë të jashtëzakonshme në ndarjet buxhetore nga Ministritë e Linjës për komuna. Më thonën, këtë vit, 40% e mjeteve financiare të ndara për komuna nga Ministritë e Linjës po flas, jo nga grantet, se grantet janë të garantuar me ligj. Po. 40% shkojnë te komunat e një partie politike që nuk është në rregull, mendo. Më thonë se komuna tjera të kryetarët e komunave po thonë që na po jemi të diskriminuar. Qeveria, besoni që kryetarët e komunave kur e marrin mandatin, nuk e shikojnë qytetarin ka aspekti politik. Po ata investojnë në rrugë, në kanalizim, drejtësim, nuk kanë mësuar të parë shtëpi ata. Po nuk i çojnë. Po dhe qeveria duhet cilët njëjtë ndaj kryetarëve të komunave, ndaj komunave. Domethënë mos të bëj diskriminime, siç po thonë kryetarët e komunave në baza politike. Ata duhet cilën njëjtë. Nuk po thonë se ata i kanë faktet. Për shembull, nëse veç dikun se di më çat listën, për shembull 500 euro këtë te shtimja. Po. Për shembull, me ndarje për kokë, nëse flasim për kokë banori, e 20 euro këtë një komunë tjetër harrova. Po, domethënë këto janë nga lizi i buxhetit për këtë vit, domethënë kemi linjat nga ministria, projektet e programit nga ministria. Domethënë për projekte në vazhdim dhe projekte të reja janë mbi 200 milion euro. Domethënë kështu është në bazë të buxhetit për projekte në vazhdim dhe për projekte të reja. E kemi komuna e Shtimës, këto janë dhëna publike, mendo. Nuk janë që na si asociacion po e themi. Domethënë ndarjet e ministrive për kokë banori, mjetet financiare, shkon e para është komuna e Shtimës, është mirë që po shkojnë parët nëpër komuna. Domethënë aty nuk kemi dilema. Jo më kush po thotë, jo. Është 593.11 euro. Për stime. Për kokë banori, po. Në Kamenic 444.71. Gjilani 370.31, Mitrovica 294.37. Kemi komunë për shembull e Prizrenit 54.81. Do thonë kemi komunën e Lipjanit 111.42. Për shembull Prishtina? Kemi Prishtinën që tash ta gjej edhe Prishtinën. Veç pa më fal, Prishtina është 70.23. Po ta mund të marrë që Prishtina ka më shumë banore kur tërpjestohet del çështë. Po nuk është bërë problem kjo, mendoj. Na po kërkojmë grantin e 4. Në grantin e 4. Po e ka pas vetë ligjin, e ka pas pa na ka heq ligjin për grantin e 4. Po kjo po këto janë për mik se punë për grantin e 4, sa ka qenë opozit non stop. Çashtu. Domethënë edhe këto pe kërkojmë na. Si ka qenë edhe zotim, edhe ka qenë. Po çuça ka bëu ministri Murati. E ka futën në vitin 2022 ka qenë në strategji legislative për amandamentim. Në takimin e kryetarëve të komunave, ku kryetari Agim Aliu e ka elaboruar në detaje këtë problematik para kryeministrit në pejin shtator, s'ka zgat as 2-3 javë det ka shku ministri Hekuran Murati ka tërheqë nga strategjia legislative. Ligjin për financa lokale ku ka qenë i parapon granti 4 për kishin mujt mi kontrollu tani komunat. Po këto tash problemi po është, domethënë, po ku mos më pas më shumica e kryetarëve. Se këto janë dhëna publike janë këto.
Të s'pim shehim na. As ata s'mundën mi msheh se janë dhana publike. Dhe për këtë arsye, po mendohet që është mirë me pas grantin e 4. Dhe kjo është një ndër arsyet çka ka bëu ministri Murati vitin e kaluar, ka qenë ky projekt ligj në strategji legislative për amendamentim, na pedim që vitin e kaluar s'patëm institucione, po. Këtë vit e ka tërheq përsëri, e kaluar në vitin 2028. Dhe nëse bisedon me kryetarët e komunave, ata thonë e ka bëu për qëllime politike. Sepse thonë në vitin 2029 kemi me pasën zgjedhje lokale, apo. Po. Do thonë kështu thonë kryetarët e komunave. Si madhili kjo ka logjik, apo. Po normal. Po kthehemi te çështja e buxhetit. Ku përveç edhe një problem tjetër se cila është theksuar në Këshillin e Kryetarëve dhe në bord është çështja e vërshimeve, mendo. Po. Dhana që nga viti 2022, mendo. A më më rëndësina i qeveria i dha do para për një vërshim dikun në përbot? Bosnjë Hercegovinë. Bosnjë po më duket disa mjete financiare. Po. Nga pyet në kryetarin Balin Muharremaj. Nga viti 2022 ka bëjsh fermer cilët nuk janë kompenzuar. Pyet në kryetarin e komunës Skenderajit, Klinës, Qakovës, Pejës, të Malishevës, Traovecit. A janë kompenzuar qytetarët, bizneset, edhe ka pas investime në infrastrukture cila është dëmtuar nga regje. Janë me 10 miliona euro, mendo. Përgjegjësia institucionale është e nivelit qendror, e din shumë thjesht e din ata. Po pse nuk po i kompenzojnë? Duhet të votojnë lëvizjeve vendosje. Shumë e thjeshtë. Po jo ai lëvizjeve vendosje po votohet në nivel nacional, mendo. Po të përgjithësisht komuna po flas. Përgjegjësitë janë të nivelit qendror që të mirët me këto probleme, apo. Dhe mos komunikimi i nivelit qendror me nivelin lokal. Ka bre kryetar të komunave. Kryetari i komunës bre merr votën e drejt për drejt nga qytetari, mendo, pa marr parasysh çfarë partie politike. Dhe një ministër emërohet nga kryeministri, apo. Përgjegjësia është shumë më e madhe e kryetarit të komunës se sa e një ministri kundërvall të qytetarit, mendo. Se përbes nuk shkon asnjë qytetar mu ankun derën e Koran Muratit për problemet që i ka në nivel lokal. Ata i kanë zyret komode atje dhe nuk mirën me problemet e qytetarëve në mënyrë të drejtë për drejtë, ashtu siç mirën kryetarët e komunave. Po flas pa dallim partijake këtu. Do thonë për çdo ditë ki rendin e qytetarëve që shkojnë te kryetarët e komunave me bisedu për zgjedhjen e problemeve. Nëse nuk i pare, thjesht po flas në gjuhën tamam kështu popullore, dhe nuk i kompetenca, atëherë s'ka po të vynë një institucion ty. Po ne do bëjnë një pash. Po tash është problemi. Edhe kompetencat që po centralizohen po shkojnë në zyrën e kryeministrit, është shumë interesant. Domethënë, po thuaj se gjithçka po shkon në zyrën e kryeministrit, në po di që po ka vakt më marr me këto punë. Kur i ka një plot punë qeverisë qendrore që duhet më marr me to. Unë mendoj një tabel. Po, mendoj na ka kënaqur vallahi me këtë tabela. Po nuk e di, ajo ka kënaqur ajo, por që kjo një tabel të cilën ministri Murati e ka publiku në Facebookun e tij personal, qeveritar, do të thonë si ministri i financave, nuk e di atë çat ditë, ani ditë mas takimit që keni pasur jo për çat ditë që keni pasur. Kur ju jeni anku se qeveria po ndon më pak mjete buxhetore. Do të thonë që kjo është rrjedha prej se i nërë në pushtet, se e ka bo prejrën vetë për 2021 kur lëvizjave të vendosë që është në pushtet, në 2027 për i bjen dykun për afërsisht 360 milion euro është rritë buxheti i komunave. Sa ja ka morën përmes proceseve përmbarimore? 380 milion euro. Po, kjo është një. A e përmend ministri Murati këtë fakt? Jo, se ka përmend. E po, shiko tash, domethënë 360 milion euro janë rrit hyrat për komuna. Mendo, shiko bre, shiko çfarë mburrje mundet më konën. Deri në 2026, më fal, 2027 dallimin 2026 dhe 27 është për 38 komuna, ka 30 milion euro. Po. Domethënë çfarë mburrje mundet më konë. Edhe këto janë me legjislacionin në fuqi. Këto do të thonë nuk shihen ato hilet që bëhen prej ministrive. Këto janë për grante. Dhe këto po, për këtë arsye qytetari është mirë me ditë që këto janë të normuara me legjislacionin në fuqi. Këto s'mundet me ndruaj. A di pse s'mundet me ndru? Unë kam një tabelë shumë thjeshtë dhe mendoj. Apo po që tu kur i sheh, do thonë mundet se cila qeveri ish krenu me thonë që unë kam rrit buxhetin për 360 milion euro për komunë. Po unë tash më kom pi 2003-s. Kurve e qeverit nuk janë burr me rritjet 40 milion euro. Mendo. Po jo bre burr se jemi ul, jemi diskutu ku piçojmë parë, çfarë po bëjmë.
projektet, Parlamenti i Republikës Kosovës gjatë këtij mandati pothuajse kur nuk ka marrë parasysh projektet propozume në mes dëgjimit parë dhe dytë nga komunat. S'ka ndodhur përpara, mendo. Ndoshta ka pas hile, po jo kas teksume. Ka pas favorizime, po jo kas teksume me janë mbyll komplet derën komunave. Asnjë amandament nuk ka kaluar komunave, asnjë amandament nuk ka kaluar për projekte i opozitës. Lutem. Çfarë tash buxheti i Kosovës ndër vite, ku marr vesh një shembull. Vitin 2005 ka qenë 713 milion euro, po. Vitin 2011 ka qenë 1.4 miliard euro, kupton? Po s'kemi thonë bre kur skandal me thonë e kemi rrit për komuna që ka se kjo është me automatizëm, mendo, 10%. Sot rritet buxheti, rritet granti i përgjithshëm. Nëse buxheti i Republikës Kosovës është 3 miliard euro, me automatizëm, tek veç për grantin e përgjithshëm po flas, shkojnë rreth 300 milion euro. Nëse është 4 miliard euro, me automatizëm tek granti i përgjithshëm shkojnë plus 100 milion euro, po. Do thonë ajo është me e normume me ligjet në fuqinë në Republikën e Kosovës. Jo që është në vullnetin e dikujt, as ka qenë as përpara. Dhe tash kemi ardhur domethënë që këto 907 milion euro. Në bazë të analizës që kemi bë, mendo, derë që komunat vitin e ardhshëm, përveç këtyre 24 milion euro që i kanë minus veç për grantin për arsim, vitin e ardhshëm do të kenë minus 8.8 milion euro. Plus, do më thonë, 24 milion si vjetë që duhet me mbulu, plus vitin e ardhshëm, plus 8.8, do më thonë që i bjen vitin e ardhshëm për sektorin e arsimit, para universitar, komunat do të fillojnë vitin me minus 32.8 milion euro, apo? Po. Kështu i bjen, 24 si vjetë, se ky minusi ka më bartë edhe vitin e ardhshëm. 7 plus 8.8, 32.8, 40 është komplet. E ka shkurtu granti për shëndetësi për rreth 2 milion euro. A vëtan? Do thonën, shto këtu... Se pide latina që ju ka rritë. Këtu bre problemi me ndoj që është shumë letë me bo tabela, valoj. Ja jep të një ekspertit apo vetë shtë në qetë dhe bo një tabel. Po, shikoni tash. Problemi tjetër është norma inflacionit. A del ministri me elaboru normën e inflacionit. Yes. Është ma korekte ndaj qytetarëve me dalë me thonë. Shikoni, na e kemi qëtë budget. Po norma inflacionit në korekt. Po flas me referencë të OSK-sa, po. Është 6.5%. Nëse e merë normën e inflacionit, po shpresojmë që kjo normë e inflacionit nuk ka me qenë vitin e ardhshëm me njëjta, po. Si dietisht në ashtë po jo, po shpresojmë. Atëherë vlera e 907.94 milion euro që i ka para po për komunat, si fuqi reale financiare, do tjetë për 15.1 milion euro më pak se so këtë vit. Po. Do më tonë si fuqi reale financiare. Apo? Do tonë për shkak normës të inflacionit. Po normalisht po duhet me do si me normën të inflacionit 6.5 si me ndryshe. Do më tonë, ky del edhe paraqet vetëm rritjen nominale. Po problemet nuk i paraqet ndaj komunave. Problemi tjetër është që ki 40 milion që ka po vjen me ndo. Nuk pe elaboron që është granti i përgjithshëm. Po. Do thonë që shkon, ajo është e normume me legislacion. Kjo ka qenë përgjigje ndaj takimit që ju keni marrë. Po ti është mirë me qenë korrekt, me qenë korrekt, mendo. Me qenë korrekt, me fol me argumente, me shifra. Dhe shiko çka ka bërë këtu. Te që kjo 40 milion që, përveç 10% që të grantit përgjithshëm, deri te 40 milion që thot, komunat duhet me mbledh plus 8.68 milion euro për me orë të 40 milion që. Do më thonë jashton barën financiare komunave që ata me marë mjete nga qytetarët, nga bizneset, edhe për me orë dherë të që 40 milion. Prapë nuk ka i komplet i qeverisë. Jo, dhe nuk është bre, mendo. Këto janë e merë qarkurën bugjetore, e analizon, edhe i shetë që këto janë ato shenime. Ama kujtë përdojnë me ashit këtë punë? E po, kujtë përdojnë me ashit? Kujtë përdojnë me ashit, sepse përdyshin nëse janë, unë po i besoj argumenteve t'juja, sepse... Jo, këto janë analiza janë. Analiza, nas flasim pa argumente. Të argumentume, kujtë dojnë me ashit këtë punë. Dhe me thonë, a dojnë me zbej proteste një me një shtator, tani na kemi po dhe të protesta, se zonë so njerës kanë, so komuna kanë ju bashkëpangjit. Shambë dhe ke të Faton Pecit, ku thot, jo në amnin tem, unë nuk dalë në protest.
që i kanë lëvizjave të vendosë i ka sa komuna, 8, 9. Shtati ka, po mendo kjo protestë është për të mirën e komunave. Mendo unë i theksova politikisht ju ka përgjigj probleme. Patëm peci ditën që ju keni. Në rregull jemi, nëse kryetarët e vetvendosjes, shikoni. Po nëse pilok do muhabete nëse. S'munu mi te kalu sa se nëse ata nuk marrin pjesë në asociacion të komunave. Jo, marrin pjesë. Ha? Jo, ata paguajnë antarësi qysh. Po kanë takim aty të kur në protestë. Ata jo, takim, mirë po ata derisa ne nuk marrim një letër zyrtare nga ndonjë komunë që është tërheq nga asociacioni ashtu siç kemi marrën vitin e kaluar, në fund, na e konsiderojmë që është antar. 4 komunat në pjesën veriore të Republikës Kosovës. Domethënë ato janë tërheq për shkaqe politike. Ata neve konsiderojmë që janë antar, apo? Edhe kanë 3 vende në bord të asociacionit të Kosovës. Të drejtën e Zotit e kanë ata me thonë në spërkraj. Po se është kryetari zgjedhur për vot direkt. Nuk e kontestojmë, është e drejt, kjo protestë është e organizuar nga komunat e Republikës Kosovës dhe ne si asociacion nuk kemi mekanizëm që i obligojmë me dalë dikant. Ose mos shkojmë deri në termin, mos me përdor që me zor me dalë në protestë. Domthonë kjo është protestë vullnetare. Mirë po. Simptomet janë që kanë qenë masive, mendo. Kontaktet që i ka me kryetar, me drejtor, me zyrtar komunal, gjithë e kanë brengën e njëjtë, se nuk po mundën zotimet që i kanë dhënë mi realizu për shkak pengesave që përshkaktohen nga niveli qendror. Nuk po du me hi komunë pas komune, po këto janë vetëm disa probleme të grumbulluara, të mëdha. I keni edhe një 10 ditë të protesta. Po. Më thonë, çka nëse ndodh, ju fton kryeministri në takim. Vetëm nëse ka zgjidhje. Vetëm nëse po çek pi 2022 jemi të dialogu për çdo probleme, mendo. Para mendojnë e marrin vendime në emër të komunave. Cili vendim për shembull? Po për shembull, shkon një qytetar, nuk i jepet leja për ndërtim një qytetarit, ose e merr lejen po +2 apo +3 diçka. Shkon ankohet në nivelin qendror, niveli qendror ja e po +5. Ose kemi rastin për shembull e rrugës rajonale Shkup Prishtinë ose Prishtinë-Shkup. Ajo pjesa e Ferizajit. Po, ajo i kanë mbyt bizneset aty. E kemi problemin e deponisë në komunën e Lipjanit. A di çka ka bërë niveli qendror? Ka shkuar ka marrë tokën aty, kur i ka thonë kryetari, po në plan zhvillimor e keni diçka tjetër aty, edhe ata janë tërhequr në atë kuptim. Domethënë kemi direkt shkelën kompetencat e komunave, mendo. Këto janë probleme Kjo është pionës ju. Qeveria mundet me thonë që po ka pas drejt një qytetar sepse ja keni bërë pa drejt, kur ja keni jap lejen e ndërtimit ndryshe dikujt tjetër. Jo, unë po do të thonë ka aspekti ligjor kush është përgjec. Për çka? A e kuptoj? Ligji për qeverisë. Po dam ti duhesh edhe vendimet e kuvendeve komunale mundën me shku në MAPL për liçmëri. Po, në rregull jemi aty. Po, a duhet me shku dikon tjetër? Jo, çati ku. Po, duhet me pas një post të komunikimit mes komunës edhe qeverisë, në atë kuptimin kryeministrit. Se ata besi përcjellin letrat. Ja çon MAPL-s, MAPL-ja, a disa bre pivanojnë vendimet bre, mendo, për bartjen e tyrave vetanake. S'ta kthen vendime brenda afatit ligjor një muajtet. Ti fillon me zbatu, sepse me normat ligjore, nëse nuk kthehet përgjegjja prej nivelit qendror, ti me automatizëm heshtja është pozitive dhe ta kthen. Tha jo, ki bo shkelje. Domethënë këto janë ato pengesat, po nuk po du me hy tash në shumë detaje. Ka për të me çfarë pengese, të me çfarë bllokade, të me çfarë ka si shkojmë mend to mendo. Ku në bisedat që kemi me kryetarët e komunave, sinqerisht, domethënë pengesa. Investimet që ka bo kryetari Aliu, shumica atyre mbranda janë me tyrat të veta. Po kupton? Tash e ka lavruat rrugën për atë segmentin aty dhe e gjithë transporti është fokusuar me shku ka qendra e Ferizajit për shkak të rrugës, edhe do asimirët kush për domet e shkaktuara që kjo është kompetenca, po e nivelit qendror. Rrugu prish aty. Po sa domi ju ka shkaktu pro komunës të Ferizajit? E komunave tjera. Bizneseve. Bizneset, a di që ki mendo, ki bre komunë që nuk ka marrë investime të reja kapitale, ki komunë që ka marrën për 50 1 milion euro, ki komunë që për 50 i ka marrë 50 milion euro. Krejt kryetarët këto i thojnë në takimet tona, mendo. Kjo është ai mblefi i grumbulluar. Po tutën ata me fol vet. Po folin më re? Po janë të folin, apo emisionin apo debate. Ne kena diskutuar çtu. Nuk ka fol kush.
derisa kemi qitla në pa, Ka pas, po, kur kush ka folë? Unë për ato fillim Ka njerë kam një përshtypje që kryetarët e komunave thash në hyrje, kanë qef me marrë kanë i karamel për i qeverisë, më jap në projekte dhe munal. S'ki qa munal kërë është e drejta ligjore në anën tonë, nuk ditë pikujt kanë mëtut ata. Po, atë pyetja mund t'ja parashtroni kryetarëve. Po s'po vinë. Për shembull, kam pas shoqëritën është njëri për mas zëshme, e din çka ka dhënë ato në fund ditës. E ki pas shosën, Pi komunave që mas shumë ti kanë tërheq porë kanë. Ravecën, e ki pas do kryetar. Po, i pas do, po. E ki pas do, po Nuk du me hi me amra, mi po se tani ata i kanë plot fojë kanë. E, po tash aty s'po unë po flas domethënë me kompetencë për problemet që i kanë komunat dhe që i kanë adresuar në situacion, a vëden? E qartë. Këto janë problemet përgjithshme. Vot me rrejt avolinën, nëse ty, sepse nëse komunës Ferizajt i kanë marrë shumë mjete, e kanë prish rrugën, nuk ka asë në plan, ose nuk e shas një bager aty të punu në këtë rrugën regionale, ose te Prizreni atje. Unë e kesh në një organizim të shaqirtotës në një rock koncert, i cili ke fantastik, ja ka bloku asë nuk e kanë lënë me majtë në një vend ku ka qeveria akses. Më thonë, këto e në probleme cilat kryetarët e komunat duhet mi shpërfaq, po ju ka bloku krytet aty në ka pak. Po, gjitha këto probleme, dhe të thonë, këto janë një komune, në asja situacion në qartë, një komune, po këtë komunave, se cila unë të ceka disa probleme të komunave individuale. Se do më thonë, nëse bisedon me një kryetar, që për shumë rastin e vërshimeve, mendo, është penda në Malishek. Lumi Mirusha, gjatë vërshimeve të janarit, ka pas rrezik me shpërty penda, po. Dhe është evidentu si rrezik i përgjithshëm. Nuk është aty që do të shkaktojë vetëm dame materiale nëse shpërtan penda. Dhe dhonën, kryetari ka dalë, na kemi dalë, kemi evidentu pikat e nxehta kushtimisht tonë kritike, që mundën me ndo, s'ka intervenim për nivelli sëndror me ndo. Jo, ka, mi që për shembull Bosnis, pare, mi ja Bosnis pare në rregull është, sepse kur i ki mundësit minimu një mëjë dhe këshive, nuk është najfar, është kjo çështje humane. Megjithatë trajtoi vëlla njerëzit e tu në komunat tua për 2023-s nuk i ke pagu domet. 2022-s nuk i ke pagu domet. Ata nuk i ka pru uji në Kosovë, ata janë çaty ata njerëz. Po për këtë arsye mendoj tankuam po insistojmë, shkurtoni proceset burokratike. Krijoni një fond, edhe si pikë është krijoni një fond emergjent për komuna, për reagimet shpejta. Se komunat nuk po kanë pare, mendo. Ato mjete financiare që po kanë për reagimet shpejta. Mirë, po nuk është edhe përgjithësi institucionale, nuk i ikin kryetar përgjithësive institucionale, po nuk po kanë mjete financiare. Shka po kanë komunat të vështimet, i evidentojnë damet, i krijojnë komisione së bashku me qytetarët i deponojnë kërkesat, bëhet raporti i përgjithshëm, miratohet në kuvend komunal dhe ato raporte shkojnë në nivel qendror. Tash niveli qendror. Mundet me marrë një raport komunës me dyshu. Edhe thatë, jo, valla juve s'pëjo besoj, piqoj njerës të me une në verifikim. Na i kemi thonë, pibojmë që to komisione vlerësuse të përbashkëta, në mënyrë që me prej këtë burokrasia, po. Nëse s'besoni të komunat, para mendoni kuvendit komunal, është organi më i lartë vendimars, aty nuk është veç një parti. Aty janë këtë partit, po. Edhe e merë vendimin, kuvendi komunal, në thonë që i përfaqëson qytetarët e qasaj komune përkatëse, dhe shkon në nivelin qendror, mundët me thonë, s'pi besoj, asoj piqoj njerës të mi. Po qoj prej fillimit, bo një komisionet bashk, verifikoj problemin edhe zidhe problemin, se tash edhe vlera po shkakti inflacionit, me ndo. Nëse tu ka shkaktu domi në vitin 2022 ka qenë 10.000 euro, veç për ma shamull, apo? Qfar vlere e 10.000 euro në vitin 2022 ka në ditë sotit? Shka mundësh me bo me 10.000 euro të vitin 2022 dhe me nëse të kompenzohet me 10.000 euro këtë vit. Dhe më thonë, këto janë shumë probleme me ndu. Qa pretni prej protestës, jemi në fund të emisionit, dhe më thonë një shtator jarë, dhe më thonë me një shtator... Shko dhe të qashtja datave me ndu, se kanë qenë 3 propozime, kanë qenën, këshilli i kryetarëve ka mendu që një shtatori është më i mire, se kanë qenë 3 datat propozume. A kanë me marrë pjesën e kryetarët të protestës? Po, kryetarët e komunave... Kanë me pri protestës më një për? Kryetarët e komunave, kabinetet e kryetarëve, drejtarët, asamblejistat, zyrtarët komunal. Dhe thonë për këtë arsye në bazë të informatave dhe në bazë të bisedave që po i kanë me kryetarët e komunave, janë duke u mobilizuar. Kryetarët e komunave, kemi bashkëbiseduar me kryetarin Përparim Rama, gjitha autobusat që vinë, apo me makina kush vjen në ditën e protestës, parkingu prapa Pallatit Rinis do t'jeti hapur për protestus. Do në tonë gjithë shka jemi të shku
mirë dhe po besojmë që kjo do të jetë një farë lloj vërejtje apo një farë lloj presioni që niveli qendror mu zgju nga gjumi me marë parasysh komunat, sepse jeta zhvillohet në nivel lokal. Dhe harrova moton e protestës, nëse më lejon veç. Po, si mi fund të të lutem. Motoja e protestës është mos i merrni komunave atë që u takon qytetarëve. Do thonë se jeta zhvillohet në nivel lokal dhe mos ja merrni komunave atë që u takon qytetarëve. Sepse po besojmë që nëse komunat tona janë mirë, ka me qenë edhe nivelli qendror mirë, edhe shteti Kosovës mirë. Pe nivelli lokal, gjithë. Po, nëse ta merr edhe pronën tash të komunave, nëse ta merr procesin e rekrutimit, nëse ta merr po çush a ka bre logjik për një punë me ta çuar inspektorin. Me ta çuar inspektorin pe Prishtinës në Dragash. Po çfarë logjike ka ajo, o mendo? Do nuk ndodh bre ti këtë çështjen e ligjit për projekt ligjit për pronë publike, mos ta harroj. E kemi adresuar edhe në Këshillin e Evropës, në Strasburg, dhe po besojmë që kemi kërkuar nga ata që projekt ligjin ta krahasojnë me Kartën Evropiane mbi veçëverinë lokale. Sepse Kushtetuta e Republikës Kosovës thot, edhe pse Kosova nuk është nënshkruese Kartës Evropiane mbi veçëverinë lokale, duhet të sillet si nënshkruese. E ka marrë obligim vetë, po. Dhe tash parimi i subsidiaritetit që është në Kartën Evropiane është obligim që ti me zbatu edhe në Republikën e Kosovës. Çfarë parimi subsidiaritetit? Vendimet të gjykatës kushtetuese të Kosovës, jo Strasburgut. Na do të kemi argumentet tona, ligjore, po, edhe, po, cila është rruga tjetër? Rrugë ligjore, me shku në gjykata, me bo protest, shka me bo, mendo? Jo, s'kisha banë, dhe me do marrë me grushta. Se kryetarët e komunave nuk e bojnë atë veprim në atë kuptimin, me shku para qeverisë mu ka cafyt me digan, po këto janë ato mundësit cilat komunat po i kanë në dispozicion. Unë falenderoj shumë që ishe sante me mua në studio, shpresoj që protesta kam ju ecë mirë. Nashta bëhet në far dialogu, po unë nuk kam besimin e kam zerën këtë farë muhabeti, të prit që edhe mund të kemi edhe prap zgjedhje, kështu që puna mori kofës në këtë betejën e radhës që keni me një shtatorë. Falenderoj për këtë shprehjen puna marë, se unë jam konë këtu që nga viti 2003 dhe sinqerisht kemi bo një punë, jemi munduar jashtëzakonisht shumë në raport me dikush që do shta punë e marë ju ka thonë për herë po. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Shikues, në ora kaq kishim përsonte bashkë dëshimi janë arashme. Deri atëherë mirë mbështetje.